Një model I ri për zhvillimin e karrierës së të rinjve është prezantuar për herë të parë në Maqedoninë e Veriut, fal projektit Përmirësimi I mjedisit të tregut të punës përmes profesionistëve të aftë dhe të motivuar, I financuar nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës, kurse realizohet nga Instituti për Leadership dhe Politika Publike. Ky projekt, që sjell një qasje inovatore dhe që nuk I lë të rinjt të përballen vetëm me sfidat e tregut të punës, u prezantua në Universitetin e Tetovës. Sipas organizatorëve, ky aktivitet sjell së bashku lider të industrisë për të ndarë përvoja dhe vizione mbi të ardhmen e punës. Ndërkohë, e pranishme ishte edhe ambasadorja e Holandës, Özlem Canel. Pjesëmarrësit janë trajnuar për zhvillimin e aftësive thelbësore si komunikimi efektiv, aftësitë teknike në fushën e teknologjisë së informacionit, si dhe ndërtimi I CV-ve, portofoljeve dhe letrave motivuese konkurruese. Pas fazës përgatitore, të rinjt janë përfshirë drejt për së drejti në tregun e punës përmes praktikave të përzgjedhura me kujdes në kompani të njohura. Janë realizuar 20 praktika pune të mbështetura nga 14 kompani dhe institucione.